Mirëmëngjes dhe përshëndetje e miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të martët të datës 23 dhjetor 2025. Jemi drejt për drejt në Ora News. Do jemi së bashku edhe sot në këto 2 orë të parë të mëngjesit, si çdo ditë në fakt nga hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 9, duke ju njohur me lajmet e zhvillimet kryesore në pjesën e parë të emisionit, të cilat i gjeni më të detajuara në oranews.tv dhe ne do të kemi për fare pak minuta në nisjen e komunikimit të drejt për 3 pjesët e një pasnjëshme deri në 8:50. Ora 7:01 minutë, vjoj me zhvillimet nga vendi në oranews.tv. Policia e shtetit plan të posaçëm masash për festat e fundvitit. Pas molotovëve të kryeministria, policia ka nisur shoqërimin e disa protestuesve. Me rastin e festave të fundvitit, policia harakiri gjobash në Tiranë. Skandali i Babzis. Andis Papa bleu 10 milion euro çokolata me para dhe akshit, dëshmia e biznesmenit. Makina përplas për vdekje shoferin në aksin të Belen me Malije, u mbytën 42 vjeçari. Borsh, një gur i madh zë drejtuesin e skrepit, transportohet me helikopter drejt Tiranës. Rëmbimi zbardhe dëshmia e Gëron Meçes, më thanë të rilarg akshit. Aksident e Lukov, shoferi 15 vjeçar, përplasje me një automjet i mituri përfundon në spital. Merret me shkelma Recep Ademi, shkak prona në nënhetim në Kavaj, Ragon Noka, banditët e pushtetit. Kryetari e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Bogdani, pa ndëshkueshmëria themel i shtetit të së drejtës. Aksidenti rënd në Fier, përplasen 2 automjete, njëri prej tyre përfundon në kanal. Njëri me parashikimin e motit për sot dhe nesër. Pamje nga sherri në Vlorë, mes punojësve të Inuvit dhe 3 personave, 2 policë mbetën të plagosur. Lezhë, lëvizde i armatosur me automjet pa targa, arrestohet 30 vjeçar. 8 vjeçari sulmohet nga një qenë, Ndacak, në Durrës. Hodhi nga dritarja drogën, shqiponjat arrestojnë 2 të rinj në Tiranë. I dënuar për pastrim parash, vlojnjatit i konfiskohen mbi 2 milion euro pasuri. Takimet jashtëzyrës dhe projekti izraelit, zbardhet dëshmia e drejtores së Akshit, sqarimet për Agasin, Beqirin dhe tenderat. Do hiqej tentat në biznese. 4 persona dhunojnë drejtorin e IMT-s dhe inspektorin qellohet me armë. Dosja e Akshit, Sirem Albeqiraj fuste kompani fiktivisht për të fituar tenderat nga Softën Solution. Finalizohet maratona kombëtare e sigurisë kibernetike 2025. Protesta e opozitës përpara kryeministrisë, policia, plan masash, ja rrugut ku kufizohet qarkullimi. Pamje dhe emri. Zjarr gjatë natës krumbohet banesa në fshatin Lisha në Dibër. Dhuluan 48 vjeçarin, arrestohet një nga autorët në Durrës. Pamje nga rëmbimi i Gëron Meçes, zbardhen detaje nga dosja e takimit me Ergyes Agasin. Ermal Beqiri dhe Melina Karçanaj, Nardi e kanë nxjerrë sekrete. Protest në Vlorë, linjat interurbane. Pezullin aktivitetin shoferët, konkurenca e pandershme, por na penalizon. Me pankartë në duar, paraqitet në SPAK, jam arbër Maltezi. Emrat, plagosja me armë në Kukës,
Dorëzohen në polici 2 vëllezërit. Në kërkim për pegmarrje, tentoi të arratise nga vendi, arrestohet 36 vjeçari në Rinas. Tregtarët e Vlorës dalin në rrugë, lufta, konkurrencën e pandershme. Mbrapa me zyrtarisht detyrën si kryetari i SPAK-ut, misioni i prokurorisë shkon përtej mandateve ja ku do të kemë fokus. Në ceremonia për kreun e ri të SPAK-ut, Dumani dorëzon stafetën Klodian Brahos. Emri dhe video i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Spanja, arrestohet 37 vjeçari në Tiranë. Dorëzim detyra në SPAK, Klodian Braho pason Altin Dumanin në krye të institucioneve. Reforma në drejtësi dhe integrimi evropian. Shqipëria po humbet brezin aktiv, 70% e migrantëve janë nën 45 vjeç. Çfarë dinte Petrit Dume për temën Sekon, dëshmi e rrallë e Rahman për Llakut. Qytetin në kontrollin e bandave si u kthye Elbasani në laborator të krimit organizuar. Plasin urat e zeza pranë kopshtit të fëmijëve, Saranda, Prag, epidemie. Aksident në aksin Levante Pelen, kamioni ngarkuar në agrume del nga rruga, lëndohet shoferi. Agosja në Durrës, zbardhen detaje, 45 vjeçari, ka marrë plag, një gjoks dhe në bark. Pra kalimi gabuar, aksident në aksin Lushnjë, Fier, disa të lënduar, mjekulla pushton rrugën e kombit, vështirësinë i qarkullimit në automjeteve. Agosja me thik në Durrës, 45 vjeçari, në gjendje kritike për jetën. Digjet një shtëpi e pabanuar në Lushnjë, dyshimet e para. Po vjen me zhvillimet nga politika. U shoqërua në komisariat protestuesit, demokratë dhe mes tyre një mitur, Balliu do të ketë një kallëzim nga Partia Demokratike për këtë. Vinoteka 4 milion euro e Agasit Ramaj janë prishur kamerat dhe serverat në vendin e ngjarjes. Vinoteka 4 milion euro e Agasit Maho, BKH-ja, ja ka lënë në ruajtje policisë, kjo e qethi. Fotolajm mbyllet protesta, Partia Demokratike merr vendimin e radhës, përjashton Ervin Saljani nga kryesia. Reuters akuzat për korrupsion nxisin protesta kundër qeverisë shqiptare. Ramaj, situata është më e rënda në këto 30 vite, korrupsioni është sofistikuar këtu vitet e gjithë procedura e një tenderi. Gjyli, situata politike paradoksale, s'ka më betejë ideologjike, por mes të rinjve dhe të vjetërve. Protesta e opozitës shefani, pjesëmarrja ishte e madhe, por kishte pritshmëri të mëdha se protesta do të vijonte, por Maho, ky popull ka probleme me veten nëse Berisha e Rama nuk bëjnë t'i largojnë, por jo të mbajnë qeverinë një bandë hajdutash. Protesta mbaroi, deputetët demokratë shkojnë në komisariatin numër 1 pas shoqërimit të disa protestuesve nga policia. Numërimi mbrapsht ka filluar, nuk mbetet pas të Ilir Meta, publikon pamje nga protesta e opozitës. Protesta e opozitës Xhixho, qytetarët folën qartë për zhgënjimin që kanë ndaj qeverisë. Adriatik Labaj pret radhën për të protestuar, pas largimit Berishës shfaqet e kryeministria. Kokteli Molotovit në kryeministri mbeten 2 punonjës policie të dëmtuar. Berisha falenderon protestuesit, ky është misioni më i rëndësishëm sa i viteve 90, aksionin
aksioni do të vijojë deri në largimin e Ramës. Panorama e protestës së opozitës gazetari, mesazhet e Berishës, paralajmërime ndaj qeverisë dhe kërkesë për t'u bashkuar qytetarët pa parti. Përfundon protesta kombëtare, molotov dhe përplasje, turma e demokratëve shpërbohet në pak minuta. Ty me flakë të kryeministria protestuesi sulmoi me molotov dhe përplasjen me policinë. Opozita në protest, Berisha revoltohet mes fjalimit, marshim drejt Surrelit, ne i shpallim luftë armiku të shqiptarëve. Lart Vasili i bashkohet protestës së opozitës, pritëm 13 vite këto muaj të fundit në Berisha nga kryeministria i shpall luftë e Ramës, kombi në momentin e tij më kritik, jemi më të vendosur se kur për të përmbysur këtë narkodiktaturë. Balliu nuk do kenë vrim ku të fshihen, kjo protestë shënon fillimin e dështimit të narkoshtetit. Bardhi, qeverisi ka ardhur fundi. Një mesazh edhe atyre që na shohin me dyshim. Elda hodhi nga sheshi i protestës, Shqipëria udhëhiqet nga një band. Mekanizmi përbindshëm ka rënë, opozita në shesh, Këlliçi kërkon ndërheqjen e Ramës dhe ka një mesazh. PD proteston përpara kryeministrisë, i bashkohen tubimit Hargita dhe Marbër Maltezi. Ali Mehmeti tregon skenarin e protestës PD-s, do të ketë një revolt popullore. Publikojnë pamje të vinotekës 4 milion euroshe nga vila e Gysagas. Medat të gjithë në këmbë për t'u rikthyer Shqipërinë shqiptarëve, Nxizo liria fitohet vetëm duke mos u tërhequr. Mblushi, regjimet bien kur populli ngrihet. Shtyhet seanca gjyqësore për Ilir Metën, shkaku bondërimi i avokatit të Spandeurës. Shqipëria e para në rekord e Guinness për keq qeverisje, gazetari Olli, situata në vend është e frikshme. Shkresa imuniteti i Ballukut po do kërkesë kuvendit nëse të mlitet këshilli i mandateve. Elisa Spirpali takohet me Miskoskin, faktori shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, një urë ndërlidhse me Shqipërinë. Në pritje të popullit, Pema zvendësohet nga blindat. Gazetari ja shpëndot te kryeministria 3 orë nga protesta. Dosja Partizani shtyhet gjyqi, zbulohet data e seancës së radhës. Protesta e PD-s përpara kryeministrisë hiqet, Pema e Krishtlindjes përpara kryeministrisë. Nuk ka fjetur fare, Monika Kremadi që anë hallin Ilirit, paraqiten në SPAK, duke komentuar Big Brother, janë shtuar fjetjet burr me burr. Delegacioni BE-s në Shqipëri uron Klodian Brahon për detyrën si kreu i SPAK-ut, ndërson punën e Altin Dumanit në luftën kundër korrupsionit. Spirpali në Shkup, në bashkëpunimi fort për korridorin 8 dhe integrimin evropian. SPAK sot më i besueshëm, Dumani lë stafetën Brahos, kapitulli më sfidues ishte privilegj dhe përgjegjësi. Berisha hunduruan 1200 shishe verë me vlerë 4 milion euro. U morën me ndihmën e zyrtarëve të lartë, Agasi vendosi plakat. Shohim në zhvillimet nga rajoni. Tabela prodhimi energjisë elektrike në Kosovë arrin në nivelet më të larta historike. Policia e Kosovës gjen një armë dhe
intervencion në shtëpinë e të arrestuarit për rastin e Lukashinovic. Kosova pajiset me armatim kundër tank nga Gjermania. Mucunski, vitin e ardhshëm hapim konsulatën në Korçë. Dialogu zyrtar midis Vjosa Osmanit dhe zëvendës sekretarit amerikan të shtetit Christopher Landau për forcimin e lidhjeve ekonomike. Kelmendi kërkon të lirohet nga detyra e kryeprokurorit të shtetit. Një pjesë e fshatit varosh të Ferizajt, që 30 orë pa energji elektrike ankohen banorët. Ngjarja ka ndodhur për 7 minuta. Vllai Liridon Ademajt, mos lejimi e elaborimit të provave është shqetësuese. Audiotronditse në gjykat, krisma e armës dhe britmat e fëmijëve nga dita kritike e vrasjes së Liridonës. Momenti përpara vrasjes Liridon Ademajt, pamjet kur Naim Urseli sinjalizon granit plavën. Studentët sfidojnë pushtetin në Serbi. Vjen protestat e fermerëve grek, bllokohen rrugët dhe kufijnë gjatë gjithë festave. Kosova në presion energjetik, konsumi rekord dhe paralajmërimi për reduktime në dimër. Në vitin e dytë të liberalizimit vizave për Kosovën, bien kërkesat për azil në BE. Rrjedhi kriminal me 12 të arrestuar në Greqi, detajet e operacionit policor i Asira në Grackën e bluve pjesëtarët. Për leshe dhe athim, plagosën rëndë shqiptari dhe rusi, autori Aratiset, Kurti nuk lëkundemi për sigurinë e Republikës, investime miliardëshe në ushtri. Si mund ta shfrytëzojë Kosova momentin gjeopolitik për t'u afruar me NATO? Zgjedhjet e 28 dhjetorit, si do të votojë diaspora e Kosovës. Media gjermane pse u largua ndri Donald Trump nga projekti në Beograd. Zgjedhjet e 28 dhjetorit, KQZ mbyllet afati i aplikimit për akreditim të vëzhguesve dhe medjeve. Rëmbimi Milan Vukashinovic, arrestohet ish pjesëtar i Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Kosova nënshkruan marrëdhënie diplomatike me Bahamas. Osmani ecim përpara duke fituar miq. Vučić sasi të mjaftueshme karburantesh deri në 15 janar. Negociatat energjetike vazhdojnë. Zhvillimet nga bota. Kishte rol administrativ brenda ISIS, Turqia ka antarin e grupit terrorist i cili planifikonte sulme në Europë. Çfarë ndodh një anijeje të flotës hije kur sanksionohet? Kolumbi Marina sekuestron 27 ton kokainë. Estonia blen një sistem raketash koreane jugore për 290 milion euro. Trump tërheq pothuajse 50 ambasadora në mban botës. Ata ishin ndemëruar nga bëhesja sanksionet ekonomike ndaj Rusisë deri në korrik të vitit 2026. Kush paguante kërcënohej me jetë goditet organizata italo-shqiptare e drogës, 16 të arrestuar. Irani bën stërvitje ushtarake, lëshon raketa balistike. Izraeli do informojmë Trumpin për një sulm të ri. Zvicra shtrëngon masat për emigracionin, shton kontrollet në kufi. Ukraina shkrumbon terminalin, sulmohet qendra kritike e eksporteve të naftës në Bregdetin rus.
Makro, Franca do të ndërtojë një aeroplan mbajtëse të re bërthamore. Rëshitje dhe në Angli blokohen anijet në një kanal, raportohet për 10 të shpëtuar. Trump nuk i ndahet Groenlandës. Emëron të dërguarin special për ishullin arktik, ndërhyrje në sovranitetin danez. Theu xhamin e mjetit policisë me kokë, autoritetet italiane arrestojnë 42 vjeçarin shqiptar agresiv. Witkoff, bisedimet e paqes për Ukrainën produktive dhe konstruktive. Danimarka e mërimi të dërguarit special amerikan në Groenland, krejtësisht i papranueshëm. Tarifa kineze ndaj qumshtit, Pekini godet importet e BE-s mes tensioneve tregtare. Rëshitje e madhe toke në një kanal në Angli, të paktën 10 persona mbetën bllokuar në varka. Shpëtohen të rëmbyerit 130 nxënës e mësues do të ribashkohen me familjet. Në 2026 në Japonia rivon në punë centralin bërthamor, mbyll pas tërmetit 2011. Ukraina po përdor fluturaket e saj të reja, vrasëse të fuqishme dhe të lira për mbrojtje ajrore. Tarifat e Trump godasin whiskin, ndalohet prodhimi i borbonit të famshëm Jim Beam. Ekzekutimi i rezart arshie në Pisa, ngjarja ende mister, hetimet fokusohen te lidhjet e tij me trafikun e drogës. Qeveria përballet me val falimentesh, bizneset e vogla në rrezik. Kërkon ta bëjë pjesë të Shteteve të Bashkuara. Donald Trump e mëron të dërguarin special për Groenlandën. Buxheti fut në kaos parlamentin turk, konflikt mes deputetëve, tensione dhe grushte mes opozitës dhe mazhorancës. Dhe në fund lajme nga sporti. Haaland nuk është më në planet e Real Madridit. Video, Napoli poshtë Bolonjën dhe fiton Superkupën e Italisë. Disiplina nuk e toleron dhunën në Vlorë, në ndeshjen ndaj Teutës e puson keq flamurtari. Duka bashkëpunim me Kosovën për zhvillimin e futbollit shqiptar. Paraqitja e legjonarëve, Broja rikthehet te goli në Premier League. Java e fundit e superiorës luhet të martën dhe të mërkurën. Pikantet e Bylis Elbasani, ballçotët fituan pa trajner, Yzeira i ndan 11 karton. Rice, kapiteni i ardhshëm i Anglisë, Wayne Rooney vlerëson maksimalisht sulmuesin Declan Rice. Fëllgryk një hap larg Milanit, burimet marrëveshja me West Ham e mbyllur. Goditje rënd për Liverpoolin, i saktë thyen këmbën. Superkupa e Italisë, Napoli Bologna. Par homazhe për Ismet Bellov, zëri legjendari i komentimit të ndeshjeve të futbollit, për cilët për në banesën e fundit. Real Vinicius, tifozët firmosin divorci. Fiorentina merr fitoren e parë sezonale. Në Serie A, në poshtë me 5 gola skuadrën e Udinezës. Aston Villa në poshtë Manchester United dhe ndëron titullin kampion. Fitoi çmimin Talentia e vitit, ndoj është shpërblim për punën dhe sakrificën time. Këtë sukses ja dedikoj familjes. Reglatia Dinamo City në statistika në 28 dhjetor luhet finalja e Superkupës së Shqipërisë. Barcelona në poshtë me lehtësi Villarrealin dhe blindon kreun e renditjes. Ismaili, fitoria ishte rezultat i rëndësishëm, mund të luaj edhe në të majtë. Shurja e Bellovës Zeka, ditë e keqe për gazetari dhe media sportive, humbëm një nga njerëzit më vizionar. Tifozët e përshëllyen pas zvendësimit. Vinicius Junior bë veprimin e papritur në rrjetet sociale. Conte i Napolit në finale vetëm fitoria ka rëndësi, Bologna duhet na tejkaloj. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit. Më me detaje i gjeni
duke klikuar dhe vetë në oranews.tv. Ne kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare dhe vim pas pak në pjesën e komunikimit me ju. Mos u largoni. Dhe kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, Vijon Komunikimi, ose më saktë fillon komunikimi, jo Vijon. Vijon emisioni në këtë pjesë të dytë. Jemi në hapësirën televizive për gjithë ju që doni të na bashkoheni dhe bëni pjesë e programit për ditën e sotme, në takimin e kësaj marte të datës 23 dhjetor. Ju presim si gjithmonë dy numrat e kontaktit 068 6054 639 dhe 068 99 00008. Për gjithë që doni të na bashkoheni dhe bëni pjesë e emisionit dhe për ditën e sotme, sekundër mund të na shkruani edhe përmes rrjeteve sociale. Si zakonisht ne jemi deri në orën 8:50 nga hëna në të premte, edhe për ditën e sotme në 3 pjesët e një pasqyrshme për gjithë ju që kërkoni të jeni protagonisti i emisionit. Edhe për sot ndajmë lajmin shumë të mirë, e kemi përcjellë edhe gjatë gjithë ditës së djeshme, sepse me të drejtë kemi marrë shumë pyetje, shqetësime për sa i përket lënies jashtë deri ditën e djeshme të kategorive siç janë ata të ndihmës ekonomike, por edhe invalidët dhe kujdestarët e tyre do të marrin bonus 15.000 lekë të rinj, vendimi i ditës djeshme nga ana e Ministrisë Financave, teksa është rishikuar buxheti dhe është përfshirë edhe kjo kategori. Mirëmëngjes, përshëndetje, telefonata e parë për sot. Uleni zëri e televizorit, ju lutem. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po më dëgjon nga telefoni. Po nga telefoni atë Klodi si du. Mirë, si e, mos u mërzit. Jo. Du të flasë shik për atë protestën e mbrëmshme. Jo, i nderuar, shkon televizion tjetër. Ikim, mirë dëgjofshi, faleminderit shumë i dashur. 068 99 0. E di se kemi për politikë emisionin, pse e bëni? Aq po tepër ju. Edhe më thua se ndjek emisionin dhe pastaj do të flasësh në emisionin tim. Jo, i nderuar. Kërkoj ndjes, por nëse ke ndonjë problem, ndonjë hall, patjetër që do të përpiqemi të bëjmë çmos për ta adresuar dhe pse jo për të ta zgjidhur. Për politik ka dyer plot. Mirëmëngjesi. Alo. Dëgjoj. Alo, dëgjoj. Okej, të lutem, i nderuar se lëri hapësirë të tjerëve, ju ta kam dhënë përgjigjen për politik, sepse po të isha interesuar do isha përfshirë me kohë. Kështu që na lër të bëjmë këtë punë dhe t'ju përgjigjemi hallet e njerëzve. Nëse ke ndonjë gjë me Ramën dhe Berishën, shko, gjeu numrin e telefonit dhe shkruaju. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, uleni zërin e televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes. Ja, një minutë më fal, po. Po, më thuaj. Klodi, të falenderoj në radhë parë. Jam nga Korça. Aha. Më dëgjoj? Po dëgjoj shumë mirë. Po, jam nga Korça e kam një problem. Më thuaj. Kam 4 vjet që ma ka zaptuar njëri tokën, e kam me tapicë më 2002-shin. Ma ka zaptuar edhe është i jati i kryeplaku vetë. Ka zaptuar në një 400 dylym tokë, bile i ka pëmë në prodhim, edhe për të bërë parcelën drejt, ma ka zaptuar edhe mua tokën. Jam ankuar në komunër, në bashki, vinë ata, e shikojnë, më thonë, këtë zetë edhe ikin. Nuk e zgjidhin dot. Nuk marrin asnjëri hap për ta zgjidhur. Po për sa kohë në polici ke shkuar? Kam shkuar në çdo vend. Çfarë ju thonë? Bile këtë radhë erdhi edhe ai ministri i bujqësisë të bashkisë me gjithë një topograf, erdhën bashkë, në atë kohë nuk unë gjita djali, po unë gjita jati, edhe më ka ofenduar, më ka kërcënuar, edhe tokën më ka zaptuar, nuk më lëqon. Kam shkuar edhe në kryetari bashkisë, ju thot atyre shkoj, verifikoni edhe më kalzoni, thot që rube. Këta vinë dherë ati edhe ikin. Bile një radhë, kur kemi vajtur, ka qenë veta i djali, edhe më ka thënë që unë kam hyrë vetë në hipotekë, e kam verifikuar, edhe nuk e këti. Unë e kam skicën që më 2002-shin, të ndara me centimetra me metra, jo të shpije, nuk me asë njeri hapë për ta bërë. Shkoj, dashur, ka një gjë, më dëgjo pak tani. Ka një problem situatat të tilla, sepse, ja, okej, për cilës si problem dhe ne ballafaqojmë palët dhe ne vim aty. Ideja këtu është që, po nesër çfarë do ndodh? Bileu, Klodi, unë nuk kam thënë dhe kështu. Ma jepni këta tokë që kam,
në qoftë se nuk përballeni dot me këtë, ma jepni këtë tokë që kam, në një vend tjetër ma bëni me tapisi që kam. Ti s'ke pse tërhiqesh këtu nëse keme... Dëgjoj, e nderuar. Më vjen keq ta them, por kjo çështje duhet denoncuar në prokurori, ke një vendim gjykate dhe pastaj autoritetet ligjzbatuese të largojnë personat në rast se është kështu siç thoni ju. Po, kështu e vërtet, kështu është pikë për pikë. Nëse është kështu, juve hapni një proces gjyqësor edhe detyrohet personi pastaj të largohet, nëse jo me vullnet, pastaj me forcën e ligjit. Neve jemi dy pleqë në shtëpi, fëmijët e kemi në emigrim, edhe ata e dinë që ne kemi me tapi aty nuk kemi thënë gjë fare. Po thash, vetëm kështu mund të zgjidhet dhe pastaj detyrohen ata përmes institucioneve, instrumenteve të drejtësisë që të lirojnë pronën në rast se është në kushtet për të liruar. Nuk ka rrugë tjetër se ja, okay, vjen dikush aty, po nesër çfarë do ndodh? Më kupton situata përsëritet. Nuk u bindet ajo, ati nuk i duhen ato 2 milionë gjysmë që më ka zaptuar mua që i ka me të paguaj edhe taksën. Ati duhet vetëm mendja e tij që ta bëjë vendin të drejtë, mos ketë njeri. Unë e bile që gropën e parë kur hapi, vajti i thash, e kam unë. Jo, nuk e këti thash. Ase do e marri me vete. Nëse, thash, të nderuar, duhet hapësh një proces gjyqësor aty që të sqarohet kjo gjëja dhe pastaj fal. Tash është ajo fjala që thua ti i bie që gjyqin ta paguaj unë, e të vetet sorollatem në përgjyqet, në këtë moshë jam 74 vjeç. Gjyqin e paguan pa lahumse. Mirë, Klodi, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty, dashur. Të urojmë një ditë të mbarë. Faleminderit edhe ty. Shkojmë tjetër, telefonues, në rast se kemi lina ka pritur. E kemi? Okej, s'ka gjë. Presim ne pak momente, ora 7:36 minuta. Alo? Alo? Alo, mëngjesi. Mëngjes, të lutem ule zërin televizorit. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Një shqetësim kisha lidhje me të hapësirat publike. Po, më thuaj. Flas nga Durrësi. Është lokali i madh, ka hyrë mes pallatit. Nuk po zgjidhet problemi fare. Shkon komunë e kam hipotekë thot. Ku në një kohë që qeveria jep urdhër që gjithë që janë rreth qark pallatit do rrofshohen. Po ndoshta do vi rradha. Nuk ka zgjidhje. Merr të fuqishmin edhe i thotë e kam me letra thot, s'kem në çaj bën thot. Lokali dihet që probleme shka në pallat. Shko, nuk besoj se shpëton në rast se prek hapësirën publike, operacioni nuk ka mbaruar akoma, kështu që. Se kush i jep këto leje nuk e di. Jemi familjar, kena zhurma, karrikësh, dihet më çfarë zhurmësh ka lokali. Normal. Por unë them që nëse është për të ndërhyrë, do ndërhyje se nuk ka shpëtuar askush deri sot. Nuk e di, ca i shemin, ca i len, tash kjo se është për aksion tamam për të hapa psiat hapi. Ka zonë gjithë lagjën 300 metra o bërë. Është absurdi më i madh. Të gjithë i kanë hequr në fakt hapësira publike. Nëse është për të hequr, besoj do hiqe sepse nuk ka mbaruar. Jo, Klodi, tu në Durrës nuk punohet apo. Tu në Durrës nuk punohet fare. Po se erdhi KMT-ja Tiranës, tu nuk punohet. Bashkia e Durrësit punon fare. Shemin aty ku duan. Ai është aksion kombëtar, kështu që është e përfshirë dhe i KMT-ja patjetër. Ka kisha për të atë problem tjetër. E kuptoj. Përshëndes gjithë të mirat, shkojmë tjetër, mirëmëngjesi. Shtaguar prap, na prisni ju lutem sepse jemi me 2 linja paralelisht. Gjithsesi, alo, përshëndetje. Alo. Klodi. Urdhëro. Mëngjes. Mirëmëngjes. Alo, Klodi. Mirëmëngjes. Mëngjes. Dëgjoj, para 2-3 ditësh të kam dërguar aplikimin. Jam i zonjë nga Vlora, nga Rikumi Vlorë. Ku ma dërgove dashur që ta shoh? Kam aplikuar për certifikat, edhe sa i pyes, ja jam në proces, më plasën shpirtin, jam një moshatare. Ku ma ke dërguar zonjë? Kam 2 muaj, nashi kam 3 ditë të kam dërguar të vjera me email. Ku ma ke dërguar? Ja, në atë, në rinjë ku e ke dërguar. Klodi. Urdhëro. Në emailin tuaj kam dërguar në Ora News. Me post? Jo, me telefon. Po ku, ma trego të lutem që ta shoh. Si e ke dërguar? Jo, unë nuk e kam nga telefonin, kam vatur në internet, të kam nisur. E tha ajo zonja që i vajti Klodit, aplikimi. Kush është ajo zonja? Hajde ta gjejmë sa mesazhe më vijnë kështu. Sa ditë ka? Urdhër? Sa ditë ka? Ka 3-4 ditë, Klodi.
Hajde ta gjej unë tani. Më the dërgova aplikimin e ta dërgova. Po ma ke dërguar me anonim i ndëruar. Po jo. Po jo, ku di unë si e ka emrin personi atje. Po. Dhe s'pull leka. Urdhë? Dhe s'pull leka. Personi që ma ka nisur. Ha? Personi që ma ka nisur si e ka emrin. Nuk e di, është interneti këtu, kam poshtë e pallati dhe... Po pyete, se unë e di sa mesazhe më vinë kështu çdo ditë. Po nuk ardhen emrin e bashkëshortes? Po e pra se s'funksionon kështu ndëruar, një sekond. E para, ka shumë mënyra, e ka dërguar në Facebook, e ka dërguar në këto rrjetet e tjera sociale, ka dërguar, më kupton? Si ta gjej unë? I dhash adresën Era News, më tha mua dua emailin. Edhe emailin e kam, e gjeta në telefon, e gjeti ajo, edhe si email? Në telefonin asaj, se s'kisha kodin në telefonin tim. Si me email? E ke çuar në emailin Ora Newsit? Po. Unë se kam emailin Ora Newsit, e kanë të tjerët. Duhet t'i pyes si dashur. Duhet ta shoh pasi të mbaroj emisionin. Të lutem, se sa mos kishe pyetur çfarë bëj se ka 2 muaj. Po jo, nuk kam pyetur se duhet ta kisha. Ma jep numrin e telefonit, mos ti ke rënë gjatë, më kupton? 06 069 Moment. 38 Po. 15 362. Okej. Një sekund. Po pse s'ma nis veti mua? Urdhë? Pse nuk ma nis vetë, them ti mua? Nuk mundem, nuk jam me aftësi kufizore, nuk mund ta bëj. Okej, se ta zgjidhum. Faleminderit. Faleminderit ty. Faleminderit për telefonatën. Shkoj me tjetër. Alo, përshëndetje. U largua. Mirë, kalojmë në një mesazh atëherë që mos humbim edhe shumë kohë. Jemi në 7:42 minuta, ku më shumë se sa në këto festa të fundvitit vlen më tepër ky mesazh. Nxitoni sepse Sigal Invest ka një super ofertë fantastike për gjithë ju, të cilën do ta zbuloni duke telefonuar në numrin e mëposhtëm, megjithatë ne po themi atë përmbajtjen e përgjithshme sa i përket pensionit privat. Të gjithë ju që jetoni dhe punoni në vende jashtë Shqipërisë, shikojeni dhe kthejeni syt nga vendi në këtë drejtim, ose e di që e bëni zakonisht diçka të tillë. Por në një të ardhme besoj që një pjesë e konsiderueshme për jush patjetër që do të jetojë në Shqipëri dhe shumë mirë bëni, dhe për të jetuar me dinjitet, për të jetuar me financa të shëndosha, me financa të mira dhe pa pasur nevojë për askënd, do t'ju ftonim që edhe ju të investonit parat tuaja në fondin Sigal. Niseni me pak të ardhura, deri më pas kontribut sipas mundësive që ju keni, dhe kur ktheheni në Shqipëri, pastaj do të keni një depozit shumë të mirë, e cila është patjetër më e lartë nga sa ju keni kontribuar, kjo për shkak të interesave të shkëlqyera dhe kthimet vjetore në Sigal Invest. Kështu që mos e lini të ardhmen tuaj në dorën e fatit dhe për më tepër të askujt, por ndërtojeni vetë atë duke investuar nga pak çdo muaj në fondin Sigal. Është vetmja kompani që ka besueshmëri dhe ka qëndrueshmëri patjetër, dhe jo pa të drejtë edhe institucionet të tjera e kanë renditur si lider në menaxhimin e të ardhurave për gjitha kompanitë, bizneset dhe individët të cilët janë të përfshirë tashmë në fondin Sigal. Kështu që zgjedhje në dorë keni ju për të ndërtuar të ardhmen tuaj me shumë pak të ardhura. Më besoni, me shumë pak të ardhura, ju nesër do të keni një pension që shkon deri në sa 3 fishi i pensionit aktual që keni në shtet, po themi kështu. Fondi është totalisht i trashëgueshëm, nuk humbet asnjë qindark aty dhe merret edhe nga familjar të tjerë në rast se ndodh diçka me kontributorin. Është totalisht i këtij të fundit nëse ndodh një situatë, po themi, sepse ka pasur raste kur ka ndodhur, nëse burri dhe gruaja divorcohen, nuk përfshihet fare ky fond në proceset e ndarjes së pasurive apo të ardhurave të përbashkëta, por është totalisht personal dhe i takon atij që kontribon. Nuk paguani tatime apo taksa, fatura të tjera për të tretë, dhe është fondi i pastër, ju thjesht shikoni në llogarinë tuaj bankare që lekët shtohen dita ditës. Mos e neglizhoni përpara se të jetë vonë, bëjeni tani, telefononi në numrin e poshtëm, përfitoni nga këto super oferta, thash,
Është një ofertë fantastike, por nuk po e zbulojmë. Kontaktoni numrin e mëposhtëm dhe pyeteni për ofertën që ka, e cila vjen një herë në jo pak por 10 vjet. Faleminderit Sigal. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Vjosa jam. Po? Për të çështjen tek trajtimi i pronave. Po, thjesht pritet alokimi i fondeve, dashur, për që se kemi ne në dorë atë. Kompensimin, ë? Po. Edhe herën e fundit që folëm, ta thash, dosja është okay, thjesht pritet që të shpërndajnë lekët dhe atës se kemi ne tagër. Ti pa të thoni jenë shtator, të shti më vonë sen dhjetor, iku dhjetori. Po kërkon mua llogari, e dashur? Jo, po... Dgjoj pak, nderuar. Po bëhet gjë se kemi vite, nje keq. Ju keni totalisht të drejtë, por ajo që unë bëj këtu nuk është as më pak dhe as më shumë, vetëm ajo që përcjell informacionin që marr nga institucioni, se unë nuk kam se si të nxjerr diçka nga goja dhe të them në 10 orë nga mendja ime. E kupton? Nuk më ka lënë akoma. Jo më ti, faleminderit. Sistemi nervor. Na pret me këto telefonate që ajo që ne ju kemi thënë edhe në atë të edhe herën e fundit që tham. Po. Ideja dhe përgjigja ishte kjo që dosja është okay, thjesht pritet alokimi i fondeve, të cilin unë nuk e di se kur alokohet, se ajo ju vjen direkt në llogarinë bankare, sipas numrit llogarisë që ju keni dërguar më herët. Më kupton? Dhe për mua rëndësi ka që nuk ka ndonjë problem ndosja, në të kundërt pastaj. Aty do ishte më siklet. Ta kuptoj problemin që ke. Më kupton e dashur? Me thënë drejtën nga që në kanë shku shumë shpenzime gjatë gjithë këtyre kohëve, aplikimet e pagesët që duhen atje dhe... Po na zëvemi, nuk e di çfarë bëjmë pra ndonjë. Po presim, po... Është shumë e saktë. Të shohim, ndoshta ka ndonjë kështu se edhe kjo puna e bonusit këtyre trajtimeve mendime ekonomike dhe invalidët. Deri dje nuk e merrni, por ja doli. Ndryshoi ligji, ai buxheti dhe ja ku u bë. Më kupton? Mund të ndodhte edhe kjo tani këto ditë. Po, as nuk është një shumë e madhe, ne jemi shumë trashëgimtar dhe kjo është vetëm se na ka shkuar shumë shpenzime, prandaj ajo është e juaja në çdo rast, ajo është e juaja në çdo rast, nuk ka lidhje fare. Po. Kështu. Faleminderit shumë. Rrofsh, faleminderit ti. Gjithë të mirat. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo. Alo, me Klodin flas. Klodi jam. Mëngjes, Klod. Mirëmëngjes. Kam një problem. Kam dalë në pension para 5 vjetësh. Edhe nuk i fotokopjova ato dokumentat, tani më duken ato vitet e punës edhe sa më ka dalë pensioni fillestar. Por bora ke erat banja, mirë 10.000 lek, se pensioniste jam. Edhe më thot mas 25 ditësh do dalin. Shkoj ke sigurimet, më thot do ta bësh ke posta, e bëra ke posta, më thot ajo e postës për 10 ditë, ashu, u bo 15 ditë akoma nuk më kanë zjerë. Si t'ja bëj? Tani ju çfarë kërkesë keni bërë? Bëra kërkesë që të më dalin vitet e punës, sepse nga 33 më kanë bërë 30 vite punë. Po këto 3 vite që nuk të dalin ose nuk t'i llogarisin, ku ke punuar? Po aty kam punu. Po kanë qenë me mbiemrin e babës, është me mbiemrin e burrit. Ke ndonjë dokument që vërteton se keni punuar aty? Jo, pra, shumë nuk i fotokopjova fare. Edhe njërë, e dashur. Ku ke punuar këto vite? Ku ke punuar këto vite? Në Fruta Perime. Në cilat vite? 77-ën. Deri në 92-shin. Çfarë moshe ke qenë? 18 vjeç. Gjo pak. Po? Të kanë dhënë arsye se pse nuk të llogariten? Jo, më morin telefon ajo zonja atje, u bo gati 7 ditë. Edhe asi përgjigje, shkoj ke posta, akoma s'ka, nuk e di. Se vënojnë ka i shumë. Sa kohë ka që e ke bërë kërkesën tani? Ke posta u bo 15 ditë. 15 ditë, po besoj sot ose nesër të vjen, se deri në 2 javë shkon ajo dashur. Nëse nuk arrin, do të pastaj na kontakto sërish, dakor?
Rosh, Të lutem, faleminderit dhe juve për telefonatën. Shkoj me tjetër, mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Për puna që kemi të bashkia, përfiton edhe të bonusin? Po e dashur. Rosh, Kur i faleminderit. shikua dje buxhetit dhe do të keni edhe ju 15.000 lekë të reja. Të ruaj Zoti, faleminderit. Edhe ty gëzuar. Bukur. Jemi në 7:50 minuta në fundin e pjesës 2 të programit. Vijon komunikimi me ju. Okej. Mirëmëngjesi. Alo. Alo, mirëmëngjes. Unë jam një qytetar në Firi. Më thuaj. Shkova dhja tek Agjencia Kombëtare e Kadastrës. Edhe interesohesha për një pronë të gruas time. Edhe atje mora një përgjigje që legalizimet para viteve 90, trashëgimtarët nuk përfitojnë. Si është? Çfarë dosje është kjo? Përdo? Çfarë dosje ishte për ndjekurit? Jo. Si jo? Është pronë. Edhe çfarë përgjigje të thanë? Më thanë që legalizimet para viteve 90 nuk përfitojnë ata trashëgimtarët. Po, kjo kështu ka qenë gjithmonë? Ë? Kjo kështu ka qenë gjithmonë, them. Si, nuk përfitojnë trashëgimtarët? Edhe njëherë. Si trashëgimtarët, ku ti thua trashëgimtar? Kush e ka përfituar që ti thua jam trashëgimtar? Tani, përpara se të bëhesh legalizimi në këtyre banesave tani, së fundi, ka qenë prona e ndërtuar nga prindrit. Prindrit kanë 2 fëmijë. Ngrihet njëri nga fëmijët, ose motra vllasi që... Përfituesi i asaj prone nderuar janë fëmijët të cilët kanë qenë në trungun pas 90-s, ata që kanë qenë përpara jo. Pra që kanë qenë në certifikat të trungut familjes nga 90-a dhe këtej. Po. Ata janë pjesë e përfitimit. Pse ata pronën e kanë ndërtuar në vitet 63. Moralisht shumë mirë të drejtë ke, po themi ligjërisht. Ata që kanë qenë në trungun e familjes pas 90-s, ata janë pjesë e trashëgimisë që kanë lënë prindrit. Të tjerët pastaj është në dëshirën e tyre. Është në dëshirën e tyre për t'ju lënë dhe në marrëveshje me të gjithë së bashku. Por ligjërisht jo. Fëmijët e tjerë nuk kanë drejtë të përfitojnë nga prona e babait? Ligjërisht jo, i nderuar. Ligjërisht jo, për fat keq. Përshëndes shumë, faleminderit dhe juve për telefonatën. Kemi kohë për tjetër? Okej, kalojmë publicitet. Flasim për shëndetin, aktualisht për ata që kanë probleme me prostatën. Është e domosdoshme që të kurohet në kohë çdo sëmundje më saktë ose çdo simptom me ndonjë paralajmërimi të sëmundjes të caktuar. E sidomos për prostatën, që është një element i cili nëse nuk kurohet ose kapet në kohë, ka ato probleme dhe sikletet e veta, të cilat në shumicën e rasteve pastaj janë të pariparueshme. Kështu që për të shmangur këtë sa tham, përdorni prostatol, është medikamentin 100% bimor dhe pas një lloj shtese tjetër, dhe që përpasoj nuk ndikon as pak në efekte negative apo efekte anësore në shëndetin tuaj. Provojeni, do të përmirësoheni prej javëve apo muajve të parë, duke dëgjuar po ashtu edhe këshillin e mjekut. Kthehemi pas pak. Ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Kemi telefonat në linjë, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Urdhro, ju dëgjoj. Vetëm uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Si jeni zoti gazetar? Mirë, si jeni ju? Një pyetje do të bëja. Më ndalën një ditë policia dhe më thot, jam një emigrant, më ndalën një ditë policia dhe më thot, një pyetje, thot, ku e ke shpajin, thot, ti, thot, unë nuk e kuptoj as shqip, thot.
Nuk u kupton as shqip. Është që gjuhë arrogante, kjo nuk është gjuhë shqipe më rreth parë. Vetë polici me kapuç, me kapele. Ta thonë t'ju hikin pas të ta dim kush është policia apo janë kriminela. Po çfarë të bëri përshtypje ty? Bani përshtypje, një sjellje e shtetit, dhe i thënë shteti. Po pse cila pjesë pra, se s'po të kuptoj? Cila pjesë? Cila pjesë? Pas të rrugë e Kishës, se po shkonim te Kisha, se këtu nuk ka shtet, do shkojmë në rrugë e Kisha të pak, po na rrujti Kisha. Aha. Këtu shteti është kriminal, jo shtet. Unë s'të pyeta te cila pjesë e rrugës, po te cila pjesë e komunikimit. Në mënyrë të folujt, të sjelljes. Okej. Nuk të pëlqeu domethënë. Po nuk më pëlqeu. Faljo ishte në mënyrë barbare. Si, ma shpjego pak që të them ke të drejtë apo jo pastaj. Ke drejtë, e di vetë pastaj ke drejtë apo jo. Policia du të dalë, të thotë më fali zotri qytetar, patent letra, po jo të thot polici ku ke shpajnë ti, nuk e di çfarë gjuhë është ajo ku ke shpajnë. Zbesoj ti edhe shqip. Tani ku ke shpajnë është dialektore dhe s'ka ndonjë gjë të keqe, besoj. Ti e ke me këtë? Dialektore. Unë shqip nuk e kam gjuhët fjalë. Aha. Po ty të duket e ti ke tani që po le qeni dhe ti po flet? Po ta ti qeni nuk mund në lejmë qenë, që të jenë bërë njërës... S'ka gjë se e ndaloj unë. Gjithë të mirat. Ja si ndalohet. 83 minuta ora. Shikoni që ta dini, që se vjen dhe nga jashtë, e t'ja u tregosh edhe miqve atje jashtë. Qofshin shqiptar, por qofshin edhe të huaj, më shumë këta të huaj, po me sa duke dhe shqiptari nuk e di ka atje. Gjuha shqipe ka 2 dialekte, tosk dhe geg, dhe nëse do që ta dish, të dyja janë pasuri kombëtare. Dakord? Dhe i ndan lumi shkumbin, pjesën e sipërme dhe pjesën e poshtme, që ta dish. Ajo që të ka thënë ai polici, madje shumë që ta ka thënë dhe ashtu. Se është dialekt dhe shumë e bukur tingëllon edhe shpaja, edhe shtëpin, edhe shpajnë, si duash ti. Dakord? Nëse të ka bezdisur kjo, taksira do mësohesh. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mëngjesi. Urdhërozi zonjë. Unë jam një zonjë nga Shkodra. Dhe unë bëj 62 vjet në maj. Po, në maj del në pension fix 62 vjeçe. Po. Edhe unë interesova te komuna, edhe në fakt që prej vitit 82 deri 92 i kesa vitet tuja. Po. Po, edhe në fakt do të pagushta dhe 6 vjetësa për përfitimin e pensionit. Okej. Ti si më sugjeron? Për çfarë? Për vitet e punës, a me i blejt që me plëcu 16 vjetë, 15 vjetë? Po se ndryshe nuk del në pension në rast se ke më pak se 15 zonjë. Po, 9 vjetë në thaja, ti takojnë tha. Jo të takojnë, me 9 vjetë i nuk del do të në pension. Më kupton? E kuptoj, po 9 vjetë sa i kesa. Për me plëcu tha 15 vjetë do t'i desha dhe 6 vjetë. Po, ju nuk keni rrugë tjetër përveç kësaj. Okej, faleminderit. Sepse 9 vite ti ke, por nuk të llogariten për asgjë për efekt pensioni. Në kuptimin nëse do t'i lësh 9. As 10, as 14, duhen minimum 15 për të përfituar. Unë ma tepër të mora çfarë mujt me shku mu interesu. Ti e vonë, me thonë të drejtën, duhet shkosh që tani. Që tani? Patjetër. Patjetër e dashur. Faleminderit. Asgjë të lutem, faleminderit dhe juve për telefonatën. Presim tjetër në 86 minuta jemi. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni ai? Mirë, si jeni ju? U kam grunë me kemp. Asaj nga 90-ta e përpara nuk i ka dalë as i vjet pune. E me gjithë se ka të gjitha vjet i ka nga 85 i ka pas gjithë vjet punën, i ka pas se duke dalë. Ka dhe 3 raporte këtë koha që me 6 muaj, asë njëra që ka dalë. Vetëm sigurimet mrapa. Kur dalin pension të shiksaj, aj në vjetë për para i nëzërën, a nuk i nëzërën, që? Pa tjetër që po, shiko, gjdo vit del. Po
Po ideja është sa do të llogaritet për efekt pensioni në rast është i shoqëruar me dokumentet e asaj kohe dhe nga ana institucion. Po nuk ka për nuk i dalin dokumentet, se Shkoda ka për Shkoda gjitha i fshehin atje, nuk i di çfarë bajnë nga Shkoda, shumë problem. Ku i ke kërkuar ti që thua nuk mund dalin? Kam kërku këtu në Tiranë, të sigurimit, kam bë kërkesa një herë për 20 herë, edhe nuk i nxjerrin. Çfarë kanë thënë? Kanë thënë nuk dalin, në fund ka nxjerrë vit pune. Edhe ajo ka pas gjithë, ai ka pas vjet. E di që i ka pasur. Dokumente shoqëruese që vërteton punën i ka? Ja. Ku ka punuar në këto vite që mungojnë? Ka punuar në kooperativë, ka punuar përgjegjësi administrate, ka punuar. Dëgjoj pak. Ka punuar brigadier, ka punuar kohën para 90 flasim. E kuptova. Vitet që nuk i dalin, ku ka punuar? Se kjo është e rëndësishme. Po pra, ka punuar përgjegjësi administrate. Edhe një herë, një sekond. Pra, vitet nuk i dalin në pothuajse të gjitha punët që ka bërë? Në kooperativë asnjë nuk i dalin. Ato që nuk i dalin. Një sekond. Mos u shpërnda, të lutem. Përgjigju vetëm kësaj që ju themi ne. Pra, vitet që i mungojnë janë ato në ish kooperativ? Po. Bravo. Ato do t'i llogaritet me ligjin e ri, nga mosha 18 vjeç. Kur të dalin pensione, se ka dhe 3 vjeta për pension. Po, e kap ligji i ri që është miratuar, që ka hyrë në fuqi prej muajit mars, dhe zonja do përfitojë nga ligji i ri nga mosha 18 vjeç në kooperativë bujqësore dhe pjesën tjetër që ka pas moshës 18 vjeç. Po, kështu që nëse keni këtë merak, mos e keni sepse trajtohet me ligjin e ri. Faleminderit. Po desha të pyesja për një gjë tjetër, pas marroj herë, po nuk. Më thuaj. Kam një shtëpi të vllajt. Në Durrës është. Ajo ka qenë 2000 që është prish 14. Gjithmonë në fillim të kanë zerë DC4, masamej DC2. Edhe e kam kërku tani para një jave ka dalë, se ju kam pas drejtu avokatit popit, ka shi delë që ajo ka qenë listë DC4. Ndjes, DC4. Po. Tani shkova djenë bashki, thot, ja po pse na kanë probe vonesha, thot, instituti, thot, që është nga instituti që quhet e thellume, që quhet. Po mirë, ndryshimi si u bë në të shkushte dhe pse? Po ndryshimin e kanë bërë ata, që kanë fund një tjetër, ku ditë që kanë bërë. Po në heka, të kanë fund një tjetër. S'ka lidhje fare. Do të parë letrat i ndërruar, se me kaq s'mund të them. Letrat i kam të gjitha, danisi i kam nga avokati popit, ato kanë zjarë dokumentet, se dhe tash kanë qenë fshera dokumentat. Edhe të stopje, të fiksi, gjitha i kam mjeka, asnjë s'ka mujt me nxjerr. Vetëm kanë nxjerr instituti me fjalët atë avokatit popit ma kanë pru para një jave. Edhe tani të thojnë të ajo pse ka qenë dy komisione, kanë qenë 3 komisione, ku diun të komisionet. Unë e di se në fillim ka dalë edhe kanë derë, i kanë dhënë 6 muaj bonus qiraje. Nga ajo kohë s'ka marrë bonus, as e 6 shtëpia pas ka qenë gjithmonë 2/4. Edhe gjitha me fjalë janë pagu vetë. Nuk kanë. Tani nuk i di se si të veproj. Duhen parë letrat i nderuar. E para, e dyta, ju keni marrë ndonjë shpërblim për këtë DC2 tani, çfarë si ka që si është? Ja, kur, se kemi pranuar si herë atë. Po çfarë ju thon ata për të marrë juve? Po ato kanë thënë se DC2 s'ka tjetër. Tani del që instituti i ndërtimit e pasaportxher nga ekspertiza thellume. E kanë nxjerr 2/4 që në atë kohë 20-ën, po, nga 20-a, deri sot ai dokument nuk ka dalë, ka qenë i fshehtë. Tani ka ardhur dokumenti. Mundohet të ministrësh që të pyesin nderuar, se vetëm me kaq sa më thua. Mund të vjerati unë, se këtu në Tiranë rri. Okej, do t'ju themi ne. Mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Telefonat gjithë të mirat, shkojmë me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Kemi kohë? Po paske. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nga Bilishti flasim. Po, urdhoni. Desha të pyesim për diçka. Patjetër, më thuaj. Kam një vëllai jeton në Australi për 30 e kusur vjetësh. Okej. Në 2023-shin plotësonte moshën e pensionit dhe erdhi mbylli letrat. Dhe i thanë që doli 13.500 lekë. Gjatë kësaj periudhe nuk ka tregur asnjë lek. Kur e ka marrë pensionin, kur e ka përfituar? Në moshën në cilin vit? Në gusht 2023-shit. 23. Po. Okej. Gjatë kësaj periudhe s'ka marrë asnjë lek. Më dërgoi një prokuror mua dhe shkova në zyrën postare për 3 euro pensione. Bukur. Punonjët e postës më thanë që
në sistem figuron që ka dalë në nëntor të 2024-s. Çfarë mund të pyesim, ku mund të interesojmë, si mund të... Po jo, mund të rezultojë ajo... Një vit e sa që kanë humbur. Po shiko. Po? 65 vjeç, vllai ka plotësuar në 2023. Në 10 gusht të 2023-shit. Bravo. Aplikimi për herë të parë kur e ka bërë? Në atë kohë erdhi veti mbylli letrat dhe... Një sekond, pra të lutem. Kur ka ardhur? Në gusht të 2023-shit. Pra nuk ka kaluar viti, nuk i ka bërë në 2024. Jo. Okej. Po s'ka mundësi pastaj. Çfarë mund shkova në zyrën postare dhe sistemi në 10 ka dalë në nëntor të 2024-s. Ti nuk shkove te sigurimet? Jo, ata u interesuan. Ato punojnë dhe thanë që figuron në nëntor. Si e ka emrin? Në kërkesë Kujtim Dragoti. Jo më, pyesim ne. Kujtim Dragoti do të lindja 10 gusht 2000. Ska gjë jo. Kujtim, babai? Ramadan. Dragoti, ë? Po, Dragoti. Në Devoll. Devoll, po. Se mos ka aplikuar më vonë, ore. Po, në atë kohë erdhi nga Australia, për atë punë erdhi që mbylli letrat e pensionit. Ka aplikuar apo jo, është ideja? Por ai tha që më dhanë edhe shifrën që merr 13.500 lekë diçka e tillë. Okej. Do pyes në drejtorinë e përgjithshme dhe do t'ju kthem përgjigje, dakor? Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Në ditë mbar, shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Urdhroni. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Alo. Uleni zërin televizorit. Po. Alo. Urdhro. Flas nga Korça, Klodi. Po, më thuaj. Para rreth 10 ditë të shka që ju kam thënë problemin tim, kam dalë në pension në vitin 2012. Po të dëgjoj, zotë. Edhe në atë kohë kam qenë në polici, pensionën si ushtarak. Në atë kohë nuk me të drejtë, të kam shpeguar unë, nuk e kam dirë sa me një shok të andikste, edhe sigura e shumë nësi. Basi kalon 2-3 vjeta 4, edhe marrë veç që unë me 30.000 lekë më pak nga një shok që kemi qenë bashkë, edhe sigurt do me thënë kjo punë edhe me dokument më të treguar. Atëre filloj të kërkoj këtë. Jo, po... Po pse duhet merrni njësoj, se këtë nuk e kuptoj? Se kemi qenë në të njëjtën punë, edhe me të njëjtën detyrë. Okej. Çfarë bëre ti pas kësaj? Ashtu, kur kam vajtur në sigurimet këtu, këta jo i ke mirë, jo do të rishikojmë, e ben siguri e rishikua, ne më nxjerën mua 300 lekë të reja. Shiko, rishikimi bëhet në çdo rast duke kërkuar ju. Po, e kërkova, unë edhe aq në nxorëm. Po, e kërkove duke shkuar atje, apo e bëre në një Po i bëra dhe kërkesë, po si. Okej. Dhe çfarë bë? Kërkesë siç i kërkuan ata. Tani këto 300 lekë, ja, u rritën, ja u bën 500. Po prap nuk shkoj atje ku doje ti. Në asnjë mënyrë, por. Unë tani po të vetën i gjyq. Kam qenë edhe në sektor këtu, në për zona. Unë mund të nxjerr edhe 500 dëshmitar. Për çdo këtë gjyqje se këto tani. Po ideja është që sta vlen me gjyq më po. E nuk duhet velen me gjyq në asnjë mënyrë. I drejtohem drejtorisë përgjithshme. Më kthej një përgjigje vërtet shumë të saktë. Se i përgoj vërtetimin e nxora, vërtetimin pastaj për pagën reale unë. Se ai pari ishte falso, ai shkruan të fillim bari polit. Unë 5-6 vjet në fillimet kam qenë polit, pastaj çfarë do tha drejtoria e përgjithshme? Drejtoria e përgjithshme thotë kemi ngarkuar drejtorinë rajonale të sigurisë shoqërore në Korçë të shikojë më ta themi kështu si kuptimi, të shikoj vërtetësinë e këtij dokumenti që keni dërguar dhe të bëj veprime sipas ligjit. Po, e ka shikuar. E ka shikuar. Vetë atje po nuk lot kjo më vetë kjo lot asgjë thotë.
pak shumë pak lot. Po merë me kalem në vajzonjë, edhe bëhe me kalem të ashtë sa lotë, si lotë, se unë e di sa lotë. Edhe justifikative jo ku e pason ti, nuk do të teme dhe ato, po një qëndrim jashtë zakonisht indiferent, kur si shë problemi është që shqyrtimi i pensionit ose rilogaritja është instrumenti vetëm që përdoret për rastet të tilla, dhe nëse ju e keni përdorur, ideja është që okay, si mund ta përcjellim ne dhe çfarë mund të themi më. Ashtu. Nuk kam bërë rilogaritje, por ka gjetur një gabim aritmetik ajo dhe kanë zgjerë ato 300 lekë. Shko, pse se bë dhe njërë një Albania ato kërkesën dhe të na njoftosh ne që kemi bërë tani? Kam ardhur edhe në Tiranë, kam vajtur në drejtoria, nuk më kanë takuar, kanë kërkuar drejtorin, se nuk më kanë takuar. E di se është pak e vështirë dhe nuk është se funksionon ashtu me thënë drejtën, por shiko, unë do ju sugjeroja këtë pjesën tjetër, që bëj edhe një herë kërkesën në Albania, dhe na njoftoj edhe neve që paralelisht me shqyrtimin, ta ndjekim edhe ne. Kaq po mund ta bëjmë. Ju e për të thënë, jo thashe këtë, do të shikojmë, thotë... Jo edhe njerë, i dashur, po më dëgjon? Sepse ti e ke bërë dhe nëse ne pyesim sot, do na thuhet që ky zotëria ka bërë kërkesën dhe ne i kemi kthyer përgjigje. Dhe ligjërisht ata janë në rregull në kuptimin e procedurës. Ti bëj edhe një herë sepse kërkesa për rishqyrtim nuk është se ka një afat apo s'ka dens dhe nëse ti e bën një herë nuk mund ta bësh më. Lodi, po, do më falësh, po e them këtë për të dëgjuar edhe të tjerë të interesuar për këtë punë. Ata e dërguan përgjigjen jo keq. Mirë, po kush i pret ata këtu janë më të mëdhenj këta. Këtu në Korçë se sa ata. Tani kjo ideja që them unë, të pëlqen apo jo? Ta bëjmë. Bëje se ti nuk humbet asgjë. Ta bëjmë njerëz dombasim se për situar zorë, se po e bëjmë. Po ti jo në xhep e ke apo jo? Kurda? Ti jo në xhep e ke apo jo? Jo në kam sigurte. Hajde ta bëjmë po pastaj. Po doli gjë, inshallah. Mirë Lodi, faleminderit Klodi. Ti je mirë, faleminderit edhe ti për telefonatën. Do ndalim për një moment një tjetër mesazh përpara se të presim telefonues të tjerë. Do t'ju sugjerojmë edhe një herë një mënyrë ideale që ju të keni një të ardhme të sigurt. Dhe kjo nuk është thjesht një tokë fjalësh që do të thënë kështu, por është realitet. Me fondin Sigal, ju do të shpëtoni një herë përgjithmonë nga çdo siklet që mund dhe i paraprini patjetër në të ardhmen tuaj. Fondi Sigal shërben për të pasur një pension privat shumë herë më të lartë se sa pensioni shtetëror dhe ku ka më mirë pastaj se sa ju në një të ardhme të merrni 2 pensione. Pra atë që keni punuar dhe këtë tjetrin që keni kontribuar me vlerë minimale, e cila nuk ndikon as pak në prishjen e balancave tuaja mujore financiare. Përkundrazi, ju i keni sërish në llogarinë tuaj bankare. Investoni para tuaja, jepini vlerë atyre, mos i mbani kot dhe mos i shpenzoni në të njëjtën kohë kot. Telefononi numrin që keni në ekran sepse është vërtet zgjidhja e vetme dhe e duhur. Sidomos në këto festa të fundvitit ka ofertë fantastike Sigal Invest për të gjithë ju. Ndaj përfitoni sepse janë të limituara ato llogaritë bankare, nuk po zbuloj më shumë sepse i bie vlera pastaj, por kontaktoni sa më parë dhe gjithë ata të cilët thonë që mesazhin e kemi parë në emisionin Ora juaj, te Klodi, në Ora News, ku të doni ju, do keni super oferta të tjera shtesë mbi ato që ka në këtë fundvit Sigal Invest, që e falenderojmë. Bukur, telefonata, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë të vjetë si kam marrë në Itali atje. Ciao. Ciao. Mirë përshëndes shqiptarët për atë paradën e modës që e kanë bërë mram dhe kanë bërë të jashtëzakonshme. Çfarë paradë modë? Bërë mram prançesh një paradë modë. Aha, ama atë. Po ja çato, por sa turp me na pa kushë. Nigja. Nëse më thuaj, nëse ke ndonjë problem i dashur se ne kemi apolitik emisionin. Jo, apolitik e kam. Në Sloveni ishte nafta 135, 1.35 euro. Po. Në Kroati 1.32. Në Malzi 1.30. Në më bën 1250 lekë litri i naftë. Futush në Shqipëri 1700 lekë ta hyn sa kanë ndërganë. Kroacia nuk prodhon naftë, Slovenia s'prodhon naftë. Malizi nuk prodhon naftë. Se bosi nuk e mora vesh se kishin me lekun e vet ata, nuk e mora vesh se kishin atë llogarinë e asaj se nuk mora naftë. Mora vesh sa prisha thon. Po. Po, ata na nuk ngrihen për veten tonë. Na nuk ngrihen për bukën tonë. Po pra po, ky është problemi për u futa në një dyqan, po një ujë që në Itali bën 18 cent, një shishe ujë, një litër i gjys, 800 lekë në Tiranë. 18 cent në Itali, se nuk po ja tha merrni në ujë, tash nuk është nevojë. Ja, mos ta bëni. Po,
Ora, i njëjti ujë, i njëjti dyqan, si në Itali si këtu. I njëjta reklam dyqani, si atje si këtu. Po. E sakt. Sa i bjener, ose futë me marrë të sa gjana shumë. Nga që erdhe me rishtës, preken me dorë, ma turë i zotit. Kjo është vërtet, kjo qëndron. Në Itali, rroga minimale 800 euro. Po flasim fundin fare. Ashtu. Kurse këtu, rroga maksimale 800 euro. Se thotë ja, apo 1800 lekë kile qumë këtu. Prej 98 centra në Itali. I njëti qumë, qumë shlate, thotë qumë shlate. Qumë late, është si në Itali, si në Shqipëri, late, në Shqipëri thonë qumë, ta ki thonë late. Në më dhe qumë shumë është. Qumë. Qumë, thonë 1800 lekë. Dy fyshi. Biri në ruar, duroj pushimet të mbara dhe gëzuar. Ne, për çfarë pushime është këtu? Këtu duhen na bën me ikë me datën pas nesër. Nuk erdhe me zor tani. Po erdhëm ne që kem njerëzit. Po pra. Po se mos me pas njerëzit në normale. Prandaj po them. Faleminderit shumë. Do të jemi edhe në Itali shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit vërtet. Gjithë të mira ditë mbarë dhe për ju. Kemi kohë për tjetër? Alo, Klobi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni, po ju dëgjoj shumë mirë. Nga Italia ju marim. Prap nga Italia, po urdhoni, përshëndetje. Ka marrë para disa ditë dhe pyeta për lëshimin e pasurive të lëshimin që fillon në janar, mund ta dim kur edhe një herë se dëgjosh goxha keq, edhe një herë por po, ju dëgjoj. Të kemi marrë para disa ditë dhe do të dimë kur është dita e fundit e lëshimit të pasurive të paguajshme. Në janar. Urdhë? Nga muaj janar fillon. Në janar, deri kur është afati i fundit? Një vit. Ndjes, se s'të dëgjoja mirë prandaj. Tani, të faleminderit. Tani mund të bëj një kujtim, po më lejon. Të bësh një kujtim? Po. Po. Kam folur për të parë në ju vjetë, edhe më keni thënë që nga zëri jam komentator sportiv. Po, radiofonik kam thënë. Radiofonik, jatim mëshlimin në njërësis me Pellovës, dhe duhet ta kujtoj me një shprehje të tij, ka qenë 25 shtatori 1974 kanë qenë ushtarë në Tiranë, loste 17 në ndodhi Bosnia, e përfundon me një shprehje që s'me Pellova. Ja dhe futbolin ka të qosën dhe ma se boni të vetën të në Tiranë, se pjesë e parë pitone Tirana 3-0 dhe pjesë e dytë fitojnë Bosnia 4-3. Po pra. Fantastike. Ramjet këtë muslime familjes. Patjetër që po e trajtuam edhe në program. Bukur, faleminderit dhe juve. Do të kalojmë në publicitet, në hapësirën e fundit publicitare për transmetimin e sotëm të emisionit. Gjoni këshillin e mjekut për sa i përket Prostatol, 100% produkt natyral dhe 32 minuta. Vijon komunikimin drejt për drejt me ju. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, uleni zërin televizorit, ju lutem. Alo. Ule zërin televizorit. Alo. I kime tjetër. 068 99 00008 068 60 54 639. 2 javë rresht zëri larti televizorit dhe me zonjë nuk komunikojmë dot. Ndjes. Alo. Alo, Klodi. Mirëmëngjes. Me ty po flas? Po, bashkë kemi, Klodi jam. Nisha, desha me të pyet. Aha. Unë me pensionar dal pension. Po, dëgjoj. Mirë, po, unë plotësoj 45 vjet e 5 muaj punë, se jam punë shtetit hala. Në 5 janar plotëson moshën e pensionit. Po. Po? Dhe? A vlerësohen dhe vjetë që kam sipër? Po, patjetër që po. Sepse në 2014 ka ndryshuar ligji. Nuk është më ai tavani që edhe nëse kishe më shumë se 35 vite punë nuk të llogariteshin, kështu që çdo ditë, çdo orë pune të llogaritet, dakord? Më kupton? Me sa përqind shto, po ka shumë për vjetë për shembull. Po nuk ka përqindje ajo, nëse ti ke punuar pas moshës pensionit ka përqindje. Ja, unë jam punë shtetit hala, me fjalë si kam shkuar marrëdhënie. Edhe një, çfarë moshe ke? Unë jam 40, me fjalë 65 vjeç bëj pension janoj tash edhe 2 Po pra, këtë po të them, që nëse ti këto vite
mbi tavanin do i kishe pasi kishe plotësuar moshën, llogaritet me 0.5% në muaj ose 6% çdo vit. Por nëse ti i ke brenda moshës këto vite, pra 40 e ca, nuk ka ndonjë rritje, njësoj të llogaritet. Më kupton? Me fjalë, me 6% në vit në takon, Po jo, më rinderuar, nuk të takon 6% në vit, sepse nuk i ke këto vite pas moshës pensionit. Nëse do i kishe pas 65 vjeç këto vite, po, janë me 6%. Por ti i ke brenda moshës 65 vjeç. Se kupton. Ha, më pyet. Edhe nuk kanë vlerësim të madh ata. Po pse duhet kenë? Llogaritë njësoj si të gjitha vitet, më nderuar. Shtesa prej 0.5% çdo muaj ose 6% në vit për ata që punojnë është për kategorinë që punon pas moshës së pensionit. Nëse ti do ishe 65 vjeç përpara 3 vitesh dhe ke punuar këto 3 vite, këto 3 vitet e fundit do llogaritesh me 6% çdo vit, por ti i ke brenda moshës, më kupton? Dakor? Faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Shkojmë me tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Jam një dëgjuese nga Elbasani. Faleminderit. Kam marrë statusin e verbërisë. Aha. Edhe pagesa më fillon në shtator. Po. Tani akoma dosja nuk ka erdhur që të futet pagesa. E përfitojnë 150 vjeçra nuk kur ti marr lekët? Po. Sepse ti e ke marrë atë status, nuk është do shqyrtohet për t'ju kthyer përgjigje negative. Se pyeta ato vajzat që ishin atje tek zyra, domethënë që nuk e përfiton sepse listat janë bërë përpara dhe dosja jote s'ka erdhur. S'ka lidhje fare ajo dashur. Nëse ty pagesa do të fillojë nga muaji shtator, do të marrësh edhe bonus. Faleminderit. Të lutem, faleminderit dhe juve për telefonatën. Mirë dëgjofshin. Presim tjetër. Përshëndetje. Alo. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo? Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zërin. Lodi. Kam marrë 1-2 herë të tjera, po nuk janë sqaruar. A mund të më sqaroni? Më thuaj, se kam besim tek juve. Më thuaj. Mua më kanë bajtur një 9 muaj pensionin, se kam dalë në pension 15 qershor 2024. Po. Edhe pata një problem me emrin, me fjalë me 2 emra, po atë e vërtetova, çova tek sigurimet shoqërore përgjithshme në Tiranë. Po. Edhe prita të kërkesën, e kam bërë kërkesën që në gusht, e prita, pastaj kaloi 2025. Çfarë kërkese, zonjë? Bëra për emrin, se isha me 2 emra. Edhe njërë, po pra, dakor, ti e zgjidhe, kur e zgjidhe këtë? Këtë mu zgjidh në korrik më ka ardhur përgjigja që do marrësh pensionin. Po pra, po do më thënë... Dhe më ka dhenë 4 muaj e gjysmë, nga 2024 që bëra ato kërkesët, ka ardhën 2025, në korrik 2025. Dëgjoj pak, zonjë, me sa vite punë keni dalë ju në pension, total? Ashtu i plotsova unë vitet e punës. Mbylla 3 vite, se 13 kisha në kooperative dhe 13, me fjalë 16 vite e gjysmë. Kur i keni plotsuar 16 vite? Kur i keni bërë? I plotsova që i bëra ato dokumentat që shkurt, mars, prill. Kur? Të cilit vit? Mesha me dokumentat, ke parasysh dhe i plotsova ato vitet e punës, po më del problem me emrin. Zonjë, edhe njërë, të lutem. Po. Se pastaj do themi prap nuk u sqaruam. Ju këto vite 16 minimale, kur i plotsuat, në cilin vit? Në 2024. 2024? Po. Po moshën, kur e ke plotsuar? Në 15 qershor 2024. Dhe pensionin nga kur e ke marrë? E ka marrë në korrik, më vjen emri në korrik me fjalë 2025. Po aplikimi për pension, kur e bërë, në cilin vit? E bëra vitet e pensionit i bëra në 2024, pra. Nuk ndodh kjo e dashur, që aplikimin ta kish bërë në 2024 dhe pensionin ta kish marrë në 2025. Po
a mund të pyesim me fjalë, unë kam quar kërkesa se sigurimet shoqërore më thonë që do bësh një kërkesë, kam bërë kërkesën, por përgjigje nuk kam marrë. Kam besim tek juve. Dëgjoj pak e dashur. Kjo që thoni ju nuk ndodh, është një praktikë që nuk ndodh. Okej, mund bëhet ndonjë gabim me 1 muaj apo 2 muaj, të cilat pastaj kur konstatohen bëhet kthimi, por me kaq, me gati 1 vit, kjo nuk mund të ndodh. Më kupton? Po ja që të ku ndodhi me fjalë ajo, them mos ka hyrë ky ligji me fjalë i marsit për problemin e emrit, që kisha problem me emrin që nuk më çuan një kërkesë më përpara. Unë e vërtetova të me vull, me firma, me noteri. Bravo, po prandaj të pyeta. Vërtetimin për 16 vite, kur e ke marrë? Mos e ke marrë në 2025-ën? Për vërtetimin për sa? Po, për emrin, kur e ke marrë? Nuk më erdhi përgjigja fare. Nga kur kam bërë kërkesën në gusht, nuk më ka ardhur një përgjigje fare, hyri 2025 përgjigje fare, dhe më ka ardhur përgjigja në korrik, që do marrësh pension. Kjo që thoni ju, ose ka diçka tjetër që nuk ma thoni, ose sepse me kaq sa më thua nuk mund të ndodhe dashur, nuk ka një praktik, sepse ajo është sistem dhe të del aty. Më jep një numër telefoni ndërkohë. 069 77 Po 21 029. Okej. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Jemi në 10 minutat e fundit, ora 8:40, patjetër që po. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Po plot. Unë dal me 7 shkurt, në tension të shkuva po vitet, komponuar shqiptë 16 vite. Në 7 shkurt çfarë ndodh në 7 shkurt dhe një herë të lutem? Që dal tension. Në shkurtin që vjen 2026. Po. Po, edhe? Edhe shkoj vitet, unë e kom punuar gjithë jetën, kom punuar në tregti. Kur shkoj vitet, as të një vit pune, vetëm që është ngel asistenta 2094, 95. Se gjoja si vit. Sa vite llogaritë nga puna? Se më llogaritën ndër 13 vite. Ku keni punuar në pjesën që nuk të llogaritet? Po, unë nuk kom punuar se metëm pa punë, po pa punuar në tregti gjithë ato vite. Para 90-s? Po, edhe asistenta 94-shin, po pa punuar. E kuptova. Tani, këto puna që ti ke bërë, ndërmarrje shtetërore? Po, ndërmarrje shtetërore kom punuar. Në rast është kështu e dashur. Ajo që do ndodhë me rastin tuaj, sepse ish kooperativat bujqësore dhe ish ndërmarrjet bujqësore, janë zgjidhur me ligj nga marsi i këtij viti. Kështu që nga mosha 18 vjeç, nëse ke punuar 18 dhe lart, do të njihen automatikisht nga ligji i ri, pavarësisht se nuk i kanë si dokumente. Po pra, vetëm 13 vjet një tash më kanë hutur edhe 2 vjet, hajde edhe 2 vjet tjera që kom punuar bile asistente ato. Po pra, nëse më thua që nuk të llogariten atje në ndërmarrje shtetërore, do të llogariten me ligjin e ri. Po pra, po se ndalin dhe 13 vjet, nuk ndalin te në 2095-ën. Jo, 95-ën nuk ka, nëse nuk ekzistojnë nga 95, ato zgjidhen me gjyqe dashur, sepse ligji i ri ka deri në 94. Ju keni dokumente që vërtetojnë punën ose asistencën? Po, te 94 që nuk e figuroj, 94, 95 e kam asistencën. Po. Ma vitë në ndalëshë. E ke dokumentin? Po, të asistencë, po. Nëse e ke, kur të aplikosh, ajo do njët me dokumentin që ke. Faleminderit. Të lutem, faleminderit dhe ty për telefonatën. Aq. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhëroni. Unë kishëm një hall. Ma thuaj. Një problem kam shkruar. Unë marr për krahje, një sociale. Po. Edhe burrim ka bëj 65 vjeç. Shkova të për mos përgjëmuj në laq. Edhe në sa ka dalë në pension në sa mosh, është 65 vjeçaj. Ka plotësuar moshën, jo se ka dalë. Po moshën ta. Po pra. Tashi për krahja hiqet për moshën? Patjetër sepse nuk mund trajtohet edhe me pension edhe me përkrahje. Po ai ka punu jashtë shteti, nuk në zez nuk ka asnjë vit pune. Nëse nuk ka mundësi
për të marrë pension për shkak se s'ka punuar, atëherë do vazhdoj të trajtohet me atë në rast se përfiton me kushtet që janë. Por mosha nuk e penalizon. Faleminderit. Të lutem, faleminderit dhe juve për telefonatën, presim tjetër. Jemi në fund, thuajse. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi, si jeni? Mirë, si jeni ju. Të bëj një pyetje të lutem. Unë kam qenë ushtarak dhe jam pension parakosh. Po. Dhe njëkohësisht edhe punoj në një kompani private. Dhe kur mora pensionin me fjalë nuk më është hedhur bonusin, nuk marrim ne që punojmë. Ata që janë marrëdhënie pune jo. Në rregull. Në rregull, faleminderit Klodi. Asgjë të lutem, faleminderit juve. Ditë mbar. Edhe për ty. Bukur, mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Klodi. Si kaloni? Mirë, si jeni ju? Këto që trajtohen me ndihmë ekonomike, që trajtohen nga për që marrin kështu nga ndihmë. Dje u ndryshua buxheti, u bën disa ndryshime dhe përfiton edhe kjo kategori, po ashtu invalidët dhe kujdestarët e tyre. Faleminderit shumë. Dakor? Mirupafshim natë. Faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Tjetra mirëmëngjesi. Nga klubet i kanë Iki me tjetër. 068 99 00008 068 60 54 639. Urdhë? Po pra. Alo? Në fund. Alo? Alo, Klodi Karajnë dhe sa ju lutem. Klodi jam. Klodi? Urdhë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Jam një qytetare këtu në Tiranë. Dhe në 12 tetor, unë bëra 70 vjeç. Po. Bëra dokumentat për pension social të gjitha, dhe për para se ti dorëzoja, ato u konsultova me një punonjës të sigurimeve shoqërore dhe më tha, dokumentat i ke shumë në rregull të gjitha, por duhet të i sjellësh me post. I çova me post, dhe prita 1 muaj e gjysmë, dhe dje më ka ardhur refuzohet. Po pse? Pensioni social. Ndërkohë që unë nuk disponoj. Jo, dakor, e kuptova. E di, po cila ishte arsyeja që tu? Nuk më dha asnjë shpjegim, vetëm kaq refuzohet. Refuzohet pasi lloj shpjegimi shtesë. Sa lloj shpjegimi dhe unë në dokumenta Sa ditë ka kaluar nga ky moment? Ashtu, unë nuk kam asnjë lloj prone, as tokë. Nuk kam përfitu se kam jetu në qytet që me dresë janë pallat. E kuptova, po sa ditë ka kaluar nga përgjigja që... Zonjë, edhe njërë, ju lutem. Sa ditë ka kaluar nga kthimi i përgjigjes nga ana e? 2 ditë. Bukur, bëj një letër ankese, dakord? Që të mos thon pastaj pse s'na u përgjigje duke u ankuar, dhe në të cilën do shkruash. Kam marrë përgjigje refuzuese për aplikimin që kam bërë, dhe doja të dija se pse, cilat janë arsyet. Pasi në atë këndvështrimin tim do thuash, unë i plotësoj kushtet dhe kriteret. Në varësi të përgjigjes do na marrësh prapë neve, dakor? Po duhet ta bëj tek sigurimet që drejtoria e sigurimeve shoqërore. Institucioni që ja u solli letrën dhe përgjigjen. Më kupton? Shumë faleminderit, Klodi. Shumë faleminderit. Mirë? Po. Kështu. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Kemi kohë për tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Për këtë shpërbime që u mëratu djeligji për invalidëm. Po? Ati, moj me parë vitri, këto do po mas vitri, në vjetë mas vitri kena morë. Po, me shumë gjas besoj po, sepse ju pagesën e këti muaj e keni marrë, më kupton? Po, të shi, dhe ajo i bie që të meret në ditët e para të janarit, po themi kështu. Po, e këtë pare të thashë, ka në shumë se morë para. Shikon, të them të drejtë nuk është se kam si informacion, sepse dje u morë vendimi, por logikisht dhe nga praktika në të kaluarën kështu të funksionojnë që merret në ditët e para të muajit janar. Edhe e dyta. Po. Që nuk se më shëmbemu, se nuk trajtohet në sigurime më Klodi. Dëgjoj pak, okay, se më kam pyetur edhe këtu në telefon. Kujdestarëve u llogaritet për efekt pensioni periudha që u shërbejnë personave me aftësi të kufizuar vetëm atyre që janë tetraplegjik dhe paraplegjik, që për mua është një absurditet i madh, por unë që më shemë i verë, unë kom në vërë për shërbimi, ose për shemë panusë që do bëjmë. E di, kjo është një handicap, po themi, kështu është një boshllëk, sepse s'ka asnjë lloj ndryshimi, ai që i shërben, po çfarë do lloj aftësie që të ketë personi.
Nuk ka si lloj ndryshimi, të dy shërbyer të dikujt janë dhe ja dedikojnë kohën dhe jetën atyre. Por që aktualisht me ligj funksionon, u njihet vetëm atyre që u shërben tetra dhe paraplegjikëve. Ja, s'ka si lloj shansi, as të fola si herë më tot për këtë gjë për ne. Përveç nesh askush nuk ka folur, me thënë drejtën. Faleminderit vallai, shoqë që jeni ju për Zotin, vallai Zoti ju ruaj. E vlerësoj shumë. Faleminderit nderuar. Ditë të mbar. Shkoj me tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kam një pyetje. Po? Sepse kam dalë në pension para një viti. Dhe nuk më njihet vjetërsia, ose nuk më njihen ato vitet për pension, si e përndjekur politik. Po? Do të thënë, është bërë një gabim njerëzor nga Komisioni Tre Palësh, i cili thot nga viti i lindjes deri në vitin, domethënë në vitin kur është marrë vendimi për Komisionin Tre Palësh. Po juve tani cila pjesë nuk ju llogaritet? Nga 1966 që jam përndjekur nga Berati në Perondi. Ja kuptova. Ka një arsye dhe një motiv sepse nuk llogaritet kjo? Po ka një arsye sepse ata me fjalë si familjen e kemi 66, 91. Ideja është që a ka ardhur e argumentuar si përgjigje? Argumentuar ka ardhur vetëm kjo, me fjalë njihet 63, 66, nga viti lindjes deri në vitin që është po në rregull pastaj. Okej, s'ke ç'i bën pastaj. Urdhro? Nuk ke ç'i bën atëherë pastaj. Si s'ke ç'i bën? Si do ta gjej këtë gjë? Sepse gjithë familja e ka vërtetimin e tillë. Zonjë, ju po thonë se s'ka pasur një vendim që në moshën e lindjes deri në me fjalë 3 vjeçe, unë të jem shkëputur nga familja. E kupton? Se duhet ketë një vendim. Po. Ju thoni që e ka ose ma dërgo të argumentuar, ma dërgo përgjigjen që të kanë sjell, ta kanë sjell me shkrim apo jo? Me shkrim më kanë sjell. Ma nisni ju lutem se jam shumë vonë me kohën, duhet ta mbyllim tani. Ma nisni dhe ta ndjekim. Ose të jap numrin e telefonit ose lëret e regjia se nuk kemi kohë, të lutem. Ishte gjithçka për sot, faleminderit që na ndoqët, ne do të ritakojmë gjatë ditës në lajme dhe nesër në program. Ditë bukur gjithë, ciao.